Mjeku jep urdhër. Në këto raste mos i fusni në gojë hudhrat. Hudhra është një super ushqim që ofron përfitime shëndetësore, sidomos në luftën kundër virozave dhe inflamacionit. Megjithatë, për sa i përket cilësisë së gjumit, ajo nuk është e rekomandueshme, sidomos për ato që kanë probleme me stomakun. Hudhra stimulon sistemin tretës dhe konsumi i saj në sasi të madhe në mbrëmje mund të shkaktojë irritime të stomakut, duke rritur sekretimin e lëngjeve gastrike dhe të përshtymes. Kjo e bën të vështirë për të fjetur, prandaj ekspertët sugjerojnë se hudhra të konsumohet në mëngjes ose rreth drekës. Nëse dëshironi të hani në mbrëmje, është më mirë të konsumoni disa orë para gjumit dhe gjithmonë me ushqime për të evituar problemet dhe aciditeti. Hudhra ndihmon gjithashtu në hapjen e rrugëve të frymëmarrjes, por nuk është e nevojshme të konsumohet para gjumit. Përveç kësaj, për një gjumë më të mirë rekomandohen ushqime si spinaqi e të tjera. Nëse keni probleme me ullimin e gjakut dhe nëse merrni ilaçe, gjithashtu mos e merrni hudhrën.